Në Gjirokastër mbrëmjen e djeshme, 75 instrumentistë të rinj nga 18 shtete të ndryshme interpretuan në një koncert të veçantë. Koncerti me muzikë klasike Harmonia Europiane në Gjirokastër promovoi në qytetin e Gurt vlerat europiane. Të rinj pjesëmarrës përmes muzikës ndërtuan ura mirëkuptimi, bashkëpunimi dhe paqeje. Koncerti u shfaqe në Odeonin kulturor në zonën muzeale, duke tërhequr interesimin e ardashësve dhe turistëve të shumt. Programi i koncertit përfshinte pjesë instrumentale të autorëve shqiptar dhe të huaj, duke sjellë një udhëtim muzikor plot energji, emocion dhe frymëzim. Është kënaqësi të jem në Gjirokastër dhe shumë kënaqësi të luaj me orkestrën e Verinorët Ballkanit. Dhe këtu do të kemi shumë të rinj që vinë nga shumë shtete ndryshme dhe shpresoj të kënaqeni. Pjesëmarrja në këtë koncert shënon vizitën time të parë në Shqipëri. Jam shumë i kënaqur që ndodhem në Gjirokastër, ku do të prezantojmë koncertin. Ishim në Shkodër, ndërkohë do të jemi edhe në qytete të tjera. Dëshiroj të them që po ja kalojmë shumë bukur. Përgjatë sezonit të verës në Gjirokastër po organizohen aktivitete të shumta kulturore, të cilat tërheqin interesimin e turistëve.